Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nga Korça ftoi gratë dhe vajzat e gjithë Shqipërisë që të bëjnë pjesë e forumit të grua socialiste. Në një takim në qytetin Juglindor, kryesocialisti kërkoi kontributin e vajzave dhe grave shqiptare për një gjithëpërfshirje në realizimin e programit socialist për një rilindje shqiptare. Problemet që as komuniteti femëror në Shqipëri, si papunësia, varfëria apo trafikimi, tha Rama, mund të zgjidhen vetëm me pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje politike. Kryesocialisti shpjegoi pjesën e programit për një rilindje shqiptare, e cila prek mungesën e ekuilibrit gjinor në Shqipëri. Ne kemi një program ambicios i cili e prek në disa aspekte shumë të rëndësishme edhe mungesën e ekuilibrit gjinor në Shqipëri dhe i cili adreson në mënyrë të qartë nevojën për një sër politikash të reja në drejtim të gruas dhe të vajzës në Shqipëri. Më pas, lideri i Partisë Socialiste shpjegoi se Shqipëria ndodhet sot në këtë gjendje vetëm për shkak të burrave dhe mund shkojë aty ku i takon për merit të grave. Unë besoj me gjithë zemër që Shqipëria është këtu ku është, do me thënë jo aty ku duhet ishte, për fajt të burrave. Mund të shkojë aty ku duhet shkojë për merit të grave. Sigurisht, bashkë me ne, që nuk do të mungojmë për asnjë moment t'ju japim të gjithë mbështetjen tonë. Në mënyrë që ju të keni gjithë hapësirën e duhur dhe ndërkohë ne të marrim të gjithë përfitimin e nevojshëm nga kontributi juaj në funksion të një Partie Socialiste që duhet jetë ende më e hapur, ende më emancipuar, ende më moderne dhe ende më e të gjithëve. Takimi e Edi Ramës me forumin e grua socialiste të rrethit Korç u zhvillua në kuadër të nismës për të nisur një sër takimesh në mbar vendin nga Partia Socialiste, që u bë publike më 26 qershor nga vetë kryetari, e që do të bëjë të mundur njohjen e të gjithë popullit opozitar dhe jo vetëm, me programin e kësaj partie për një rilindje të vërtetë shqiptare, si dhe për të pyetur çdo shqiptar të mundshëm për problemet dhe pakënaqësitë që shqetësojnë.